Jens, a ke menu për shembull tash në këtë industri, në botën e industrisë filmit, e serialeve këtu, kanë fillu disa shtete me bo sezonat. Do me thonë, ku na, si Kosovë, me serialet e kemi një sezon leja 30 epizoda, 35, me familje moderne, me disa tjera kemi mri deri në 40 epizoda në sezon. Seriali si Besa, për shembull, si plot do seriale tjera, jënë të i bo ka 12 epizoda, mandej në mes sajna jënë të i bo dhe një film, kuadrë të saj. Film, nuk po di tash nashta kjo po ndodhë 2 anësh, se Netflix pak si platformë që hini edhe ajo, domethënë hini ka bo ndryshimet maja. Po, domethënë si platformë e prunë edhe që të frym të re, ai mas pari u fokusu në i mur këta B-list aktor, domethënë aktorë që veç kalun pak në hije, e Hollywoodi një ke këta që janë aktual, ai mur aktorët edhe filloi me investu shumë anën teknike, domethënë edhe u dëkshin çast bukur, domethënë u koncentrojke në skenar edhe në kamerën teknik. Ç'a ndodhi me ata që tregimet që u largëshin pi filma, se nuk ishin fort ose ishin shumë të kushtueshëm u bë më gjatë se filma. Netflix i qetken jetë ata, edhe përdor këtu një farë lloj zhanri, do të thonë edhe pruni që të frym të limited series, ku e merr një 2-13 epizoda, edhe e bën një serial i cili është super investuar, edhe ka narrativin shumë të mirë, edhe fokusohet, se më thonë, të një zhanri specifik edhe për cilë deri në fund.